me thonë me një konferencë për media që ka pajtim mes 3 partive opozitare, që ne kemi 62 numra, në seancën e radhës ne votojmë kryetarin e Kuvendit dhe vazhdojmë tutje me krijimin e qeverisë, në rast se si kanë këta, atëherë duhet të ulen në tavolinë në momentin që ofrohet mundësia për me kriju qeverinë. Dhe këtë mundësi ka pas LDK-ja në këtë rast kushtrim. Jo është ofruar opsioni dhe ka refuzuar. Pra në farforme këtu nuk mund të fajsohet veç vetvendosje. Sepse ajo ka ofruar opsion për me bëu qeverinë. E ka ofruar LDK-s. E ka ofruar LDK-n me bëu zgjidhje. Çe, dhe LDK-ja po e ka ofruar. Çka ka ofruar? Ka ofruar qeveri kalimtare. Po nuk është zgjidhja ajo. Po tani është çështje tjetër, po e ka vënë një, ka vënë një. Zgjidhja ajo, okay, na po mund të jetë zgjidhje e keqe. Na po analizojmë. Nuk e thash që është zgjidhje e keqe, nuk është zgjidhje e mirë, dhe që është zgjidhje e përshtatshme për situatën ku ndodhemi, sepse vendi ka nevojë për qeveri stabile. Tashti, unë i bëj thirrje lëvizjes vendosje të njëjtën ofertë. Ja bëj PDK-s, se s'pe provon. Ja ka ofruar LDK-s, t'ja provon, le të ofroj PDK-s pra për koalicion. Ku është problemi? Pse po bëj ka LDK-ja, s'po bëj ka PDK-ja? Pse nëse i referojmë letrës së Kurtit në raport me Lidhjen Demokratike të Kosovës, problemi është se thot elektorati nuk e dëshiron. Po, elektorati. A di çka përmend tjetër? Elektorati po e don LDK. A di çka përmend tjetër në letër Kurti? Thot kur ka dallime të mëdha konceptuale, kjo është arsye pse ne duhet të ulemi dhe të bisedojmë për koalicion. LVV-ja ka dallime me PDK-n, është e vërtetë. Por është një arsye sipas Kurtit. Me PDK-n ose me LDK? Me LDK-n i ka më shumë. Me LDK-n i ka më shumë. Se sa me PDK. Po LDK është tjetër arsye pse po e thirr. Ko është arsye bash qeveri. A di pse ka më të mëdha? Për shkak të zhvillimit që ka ndodhur kur kanë qenë koalicion. Në qartë, për PDK kanë qenë asnjëherë. I ke nivelin lokal ku ka funksionuar LVV PDK, ka funksionuar, ka pas. Ne kemi shembuj të tillë. Pra, unë besoj që LVV në këtë rast e ka topin e dorë, duhet t'i ofroj mundësi PDK-s që t'ulet bisedoj, të kalon disa enate dhe komplekse që kanë në mes veti dhe të t'i krijojnë vendin. A duhet vazhdoj kjo seri e takimeve të presidentit?